Dëgjoni se ç'luftë mbartin këto fjalë të thjeshta. Nuk ka agoni më të madhe se sa të mbash një histori të mbyllur brenda teje. Wow. Oh, po. E di se ç'do të thosh të ulërasësh brenda teje, por kur të mos lejosh që dikush ta dëgjojë. Ju mendoni, në fund të fundit, a intereson do kujt? Ose ndoshta mendoni se të tjerët do t'ju gjykojnë? Apo edhe më keq, ndoshta do t'ju bëjnë keq nëse i tregoni kujt. Por kjo histori e pa treguar, po ju ha nga brenda sikur t'jetë kancer. Dëshironi shumë ta tregoni, por keni shumë frikë. Një dikë që ka mbartur brenda saj një histori shumë të tmerrshme. Një histori që nuk e ka treguar askujt deri ditën kur u kthye me mua në strehën tonë. Po, Raina më tregoi historinë e saj sekrete atë ditë në fund të fundit. Dhe ju duhet ja tregoni dikujt atë që ju ka ndodhur. Përndryshe, do t'u acoptoj zemrën vazhdimisht, e vazhdimisht, e vazhdimisht. Klara, unë vërtet e di se mund të besoj ty. Dua që ta dish këtë. Por është shumë e vështirë, kupton? Megjithse po përpiqem. Oh, Raina, jam shumë e kënaqur që ke besim tek unë. E di se është e vështirë ti besosh dikujt pasi je trajtuar kaq keq, pasi Viktori të ka trajtuar në atë mënyrë. Dhe është e çuditshme që thellë brenda meje përsëri dëshiroj ta ndihmoj atë njeri, Klara. Por, po, ti ke të drejtë. Ai gjithmonë do të më lëndoj. Nëse unë rri me të dhe nuk bëj asgjë për ta ndalur, dhe ta duroj vazhdimisht. Duhet të largohesha. Jam e kënaqur që e bëre. Mirë, ky është hapi i parë dhe të premtoj se pak nga pak do të punojmë së bashku për këtë. Klara, vazhdimisht mendoj. Pse? Pse burrat më lëndojnë gjithmonë? Çfarë do të thuash? Të dashurit e tu? Apo burrat në shtëpinë publike? Po, të gjitha ata, por edhe të tjerë më parë. Si, do të thuash edhe kur ke qenë fëmijë? Po, por ti nuk do t'i tregosh askujt, apo jo? Jo, nuk do t'i tregoj. Kjo është historia jote, jo historia ime. Dhe unë jam këtu thjesht vetëm për të dëgjuar. Faleminderit. Unë nuk e kam treguar askujt këtë. Kur. As mama sime. Por ajo duhet ta kishte ditur. Ajo duhet ta kishte vënë re se diçka nuk shkonte mirë. Por nuk e ndaloj kurrë një gjë të tillë. Jam ende shumë e zemëruar me të, por mamaja ime e la baban kur unë isha fare e vogël. Po thuaj se nuk e njeh fare ti mat. Por kur isha 8 vjeçe, mamaja ime gjeti një të dashur të ri dhe ai erdhi të jetonte me ne. Unë kisha besim tek ai. Vërtet dëshiroja të kisha një baba. Dhe edhe pse ai jetonte me ne, mua përsëri më pëlqente të flija me maman, sepse shija shumë ëndra të këqija kur isha e vogël. Isha veç një fëmijë. Nuk mendoja se ishte gabim të flija me maman dhe me baban tim të ri. Më fal, duhet të ulem, më vjen për të vjell. Mirë, Raina, nuk ka problem. Eja këtu, eja ulu. Përpiqu të qetësohesh. Merr frymë thellë. Po, kështu. Ja, 1 sekond po të marr pak ujë. Më prit aty 1 minutë. Më vjen keq për gjithçka. Problemi është se kam kaluar gjithë jetën time duke u përpjekur që ta harroj atë që më ka ndodhur kur isha fëmijë. Dhe
është vërtet e vështirë të flasësh për këtë tani, pas gjithë këtyre viteve. Mirë, dakord, pi edhe pak ujë. Ha, dhe mos u shqetëso për atë që mendoj unë, dakord? Apo se sa kohë të duhet që të flasësh për këtë. Shumë mirë. Tani më shikon në sy. Rajna, çfarëdo që të ketë ndodhur, dua që ti ta dish se nuk ishte faji yt. Por ti nuk e ke iden. Më fal, ti nuk e di se çfarë ka ndodhur. Herën e parë, që ai filloi të më prekte natën, unë nuk e kuptova. Mendova se ndoshta ishte në gjumë dhe nuk e dinte se çfarë po bënte dora e tij. Por pastaj, një natë tjetër ndodhi përsëri. Ai filloi të lëvizte dorën më poshtë dhe duke bërë gjëra. Dhe unë isha shumë e trembur. Zemra më rriste shumë fort dhe isha bërë ujë në djers. Por unë ndjeva fajtore për shkak të asaj që ndodhi, sepse më jepte kënaqësi. Më pëlqente kur më shtrëngonte dhe do doja që të mos më lëshonte kurrë. Kisha nevojë për atë gjë, Klara. Mendoj se kisha nevojë për atë lloj sigurie që të jepte babai dhe mendova se ai këtë siguri po më jepte. Po është krejt e natyrshme, Rajna. Nuk ke pse ndihesh fajtore që dëshiron të jesh e sigurt. Por nuk isha e sigurt. Isha shumë budallaqe. Ai më gjeti vetëm një ditë, kur mamaja nuk ishte aty dhe ai më kapi me forcë. Më tha se nuk do të më dhimbte, por e kishte gabim. Isha vetëm 8 vjeçe. Nuk mund ta duroja, por atij as që interesonte. Ai nuk dëgjonte asgjë që thosha unë, apo që bëja unë. Ai më tha se edhe unë e doja atë gjë dhe kisha frikë ta kundërshtoja sepse ai gjithmonë kishte qenë i mirë me mua. Kështu që nuk u largova. Duhet kisha ikur me vrap, por nuk e bëra. Rajna ishe vetëm 8 vjeçe, kurse ai ishte një i rritur. Nuk mund të luftoje për ta larguar. Por kjo ishte. Unë nuk doja ta luftoja. Madje as nuk e dija se çfarë po bënte dhe dëshiroja kaq shumë që ai të më donte. Dhe kështu e lejova. Dhe kur ai mbaroi, unë mendova se do të më shtrëngonte, do të më thoshte se më donte dhe se gjithçka do të shkonte mirë. Por nuk ishte kështu. Ai as që mi hodhi syt. Thjesht u ngrit edhe u largua. Edhe më la aty. Oh, Rajna, më vjen shumë keq. Dhe çfarë bëre pastaj? Qava, për një kohë shumë të gjatë. Pastaj ai u kthye dhe më pyeti se përse po qaja. I thash se e dinte përse dhe ai kërkoi ndjes. Fare pak. Edhe më tha se tani nuk isha më aq naive. Pastaj ai më tha se nëse i tregoja ndokujt, ai do të lëndonte maman time. Oh, Rajna, kjo është e tmerrshme. Më vjen shumë keq, po si e ke mbajtur mbi supe një frikë të tillë? Ti ishe vetëm një fëmijë i vogël. Po, e mbajta. Për vite të tëra. Thjesht e lash të bënte çdo gjë që donte, sepse nuk doja që ta lëndonte maman. Ajo duhet ta ketë ditur se diçka nuk shkonte me mua. Më parë isha mirë me mësime, por më pas fillova të merrja nota të ulta, lija mësimin, nuk shkoja në shkollë dhe nuk kisha asnjë shoqe. Ndihesha sikur nuk mund të hapesha me asnjë sepse do të më thoshin se isha budallaqe dhe do më përdornin ashtu siç bënte ai. Kështu që i mbylla të gjitha brenda dhe askush nuk e mori vesh. Është akoma me maman tënde? Jo. Ai vidhte paratë dhe ajo e nxorri jashtë. Është çmenduri apo jo? Ajo duhet ta ketë ditur se ai po më lëndonte, se ai më vodhi virgjërin, besimin. Por vetëm kur vjedh paratë, ca copa letrash, atëherë ajo e dëbon nga shtëpia. Po përse nuk i the gjë mamas pasi ai u largua? Kisha frikë se çfarë do të mendonte ajo për mua. Do të më fajsonte mua për largimin e tij. Dhe vërtet, thellë brenda meje, unë dëshiroja që ai të më donte. Të donte? Oh, Rajna, me atë që po bënte ai nuk po t'i jepte dashuri. Ai po të përdorte për kënaqësinë e tij. Ai nuk donte t'ia dinte për ty si njeri, ashtu siç bëjnë edhe burrat që paguajnë për seks në shtëpi publike. Të paktën burrat në shtëpinë publike më paguanin. Në një farë mënyrë unë kisha një çmim, kisha një lloj vlere. O, dreq. Nuk më besohet që mendova se isha më mirë në shtëpinë publike sepse më jepnin para. Oh, Rajna, edhe unë e kam provuar. Të kuptoj.
Ti e kalove fëmijërinë duke u përdorur nga dikush dhe duke mos marr asgjë prej kësaj. Por kur ata burra vinin tek ty në shtëpinë publike, ti merrje para. Merrje një shpërblim dhe ajo ishte vlera jote në euro apo në dollar. Po, dhe i thash vetes, jam e zonja e vetes, nuk po përdorem nga ndonjë qelpsir. Në fund të fundit po paguesha, apo jo? Por më parë, kur ai burr më lëndonte, kur isha veç një fëmijë, isha një skllave. Ai mund të bënte ç'të donte me mua. Ai më ktheu në një të burgosur të frikës sime. O, lavdi Zotit që tani e lirë, Rajna. E po, siç duket jam. Por e di çfarë? Jo, nuk jam Klara. Gjithçka është ende këtu. Jam e shkatruar. Dhimbja, frika, rrëmuja, janë akoma të kyçura brenda meje. Kur nuk janë larguar. Mund t'i zhys thellë në mendje dhe të hiqem sikur jam mirë, por është një gënjeshtër. Ato akoma janë aty. Dhe sa herë që dikush paguan për mua, apo sa herë që Viktori më sheh pasi kemi bërë seks, thjesht vazhdoj të kem përpara shikimin në fytyrën e burrit të parë dhe e ndjej se si zemra ime u lëret. Përse nuk mund të më duash? O, Rajna, unë të dua. Pavarësisht se çfarë ke bërë apo se kush të ka lënduar, të dua unë. Edhe Perëndia të do. Oh, po si? Ku ishte Perëndia kur gjitha ata burra më bënin gjëra të tmerrshme dhe unë kisha dhimbje dhe frikë? Ai ishte pranë teje. Edhe përse nuk i ndali? Nuk e di. Në këtë botë ka shumë gjëra të këqija dhe unë nuk mund të t'i shpjegoj. Ajo që di është se ai burr i vuri zinxhir zemrës tënde dhe u përpoq të bënte skllave të tij. Por Jezusi erdhi që të çlirojë nga të gjithë zinxhirët, nga urrëtia për veten tënde, nga turpi dhe nga zemërimi. Jezusi ka fuqinë të çlirojë nga gjithçka, Rajna. Ai dëshiron që ti të jesh e lirë. Nëse ja jep Jezusi të gjithë zinxhirët që të mbajnë të lidhur, do të shohësh se ai do të të ndihmojë. Edhe unë do të ndihmoj. Më beso. Pak nga pak do të lexojmë fjalët që Jezusi na thot në Bibël dhe do të mësojmë se kush është Perëndia në të vërtetë dhe kush është Jezusi në të vërtetë. Mirë. Dhe ndërsa i mëson të gjitha këto, do të kuptosh se kush je dhe ti në të vërtetë. Nuk ka përse ti jesh më skllave i një burri, kur më. A e di se Bibla thot se ne jemi më të çmuara se ari dhe gurët e çmuar? Perëndia na do plotësisht dhe pas një kusht, dhe ai është krijuesi ynë. Jezusi na do si ty edhe mua. Jezusi, biri i Perëndisë, Rajna. Shumë vite më parë, Jezusi erdhi në botën tonë me një qëllim: të na çlironte nga gjërat e çmendura e të këqija që bëjmë dhe të shohim rreth e përqark nesh. Ai pati një vdekje të dhimbshme për këtë qëllim. Jezusi më pa mua si të përdal. Ai të pa ty si një fëmijë të dërmuar dhe si një grua të thyer dhe na deshi aq shumë sa vdiq që të na çlironte. Vdiq që ne të shkëlqenim si gur të çmuar dhe jo për të qenë skllave të frikësuara. E përse do ta bënte ai këtë? Si mund ta bëj këtë? Sepse ai ka zgjedhur të të dojë me çdo kusht. Ai na sheh që vuajmë dhe ndjen dhimbje. Bibla thot se Jezusi e ka ndjer dhimbjen që ke ndjer ti. Ka dëgjuar çdo klithje në zemrën tënde, çdo ulërim që ti ke mbajtur brenda. Dhe ka qenë duke pritur çdo ditë që ti të flisje me të dhe ta lejoje në jetën tënde. Pastaj, ai mund të t'jap paqe dhe shpresë dhe mund të pastrojë nga çdo ndjenjë pisët dhe të pavlerë që ti ke mbartur me vete brenda teje. Jezusi shkroi një premtim në librin e tij dhe thot: do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër. Do t'ju pastroj nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Wow, kjo duket e mrekullueshme. Por i ka mbajtur këto qelpsira brenda meje për shumë kohë, Klara. Është një peshë kaq e rëndë. Njësoj sikur zemra ime mban brenda një gur të pathyeshëm. Nuk e di. Prit pak, Rajna, prit. Dëgjoje se çfarë thot më pas. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Nuk do të kesh më peshë të rëndë për të mbajtur, Rajna. Të çlirohesh nga diçka është një ndjesi e mrekullueshme. E dua shumë këtë. Më imagjino mua, plotësisht e pastër, plotësisht e falur, një njeri plotësisht i ri brenda dhe jashtë. Kjo është ajo që dua, Klara, por
Nuk e di. Duket e gjitha si një ëndër e përsosur. Po ashtu është, Rajna. Perëndia e vendosi këtë ëndër të përsosur brenda teje, sepse në zemrën tënde ka një vend që është vetëm për të. Dhe ai vend dëshiron të mbushet nga i vetmi person që mund ta mbush atë. Dhe ky është Jezusi. Le të themi për një çast se e besoj se kjo mund të më ndodhe dhe mua. Çfarë duhet të bëj që ta kem këtë ëndër të zemrës sime? Fol me të, ashtu siç fole me mua. E di që mund të duket e çuditshme të flasësh me dikë që nuk e sheh, por do ta kuptosh. Kur paqja të mbulojë zemrën tënde, do ta kuptosh se ai është aty. Vetëm kërkoje atij që t'i largojë zinxhirët dhe peshën e rëndë që ke në zemër. Kërkoj të falë për ato që ke bërë dhe për ato që të kanë bërë të tjerët. Dhe kërkoj gjithashtu të ndihmoj të falësh ata që të kanë lënduar. Kjo s'do të ndodh kurrë. Jo, Klara, nuk mund ta bëj këtë. Jezusi do të ndihmoj ta bësh. Kjo është e vetmja mënyrë që më ndihmoj mua. Për sa kohë të mbajmë brenda mohimin dhe hidhsin, kurrë nuk do të jemi të lira. Por kur ja japim jetën Jezusit dhe mbështetemi tek ai do të na ndihmojë. Pastaj mund t'i kërkojmë atij të na heq zinxhirët dhe peshën e rëndë që kemi në zemër. Kjo është ëndra e përsosur, apo jo? Po, kjo është ëndra e përsosur. Ja kështu pra, fillon dhe udhëtimi yt drejt shërimit. Me Perëndin. Ai është me ty. Dhe e dashur, unë jam këtu me ty gjithashtu. Ky program është prodhuar nga Thesare të Fshehura, një projekt i Trans World Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesare të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njëherë kontakti i emailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Sot është një ditë e re. Një ditë e re për të ecur në hirin e Perëndisë. Lëreni të djeshme në të shkuarën dhe besoni se Perëndia ka gjëra të reja për ju në të ardhmen. Ai dëshiron t'ju mësoj dhe t'ju ndryshoj, ndërkohë që ju i besoni atij. Sepse Perëndia është ai që vepron në ju, vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti Perëndisë. Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë se dekretet e tua. Perëndia ju thot, sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Çfarë mrekullie! Sot, ne mund të besojmë tek premtimet që Perëndia vetë na ka bërë. Ai thot, por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
Një autor tjetër shkroi këto mendime të mrekullueshme për ne. Ai thot: "E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ti je i bekuar o Zot, më mëso statutet e tua." Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju të kërkoni të mirën dhe jo të keqen, që të rroni, dhe kështu Zoti, Perëndia i ushtrive, do të jetë me ju, ashtu si thoni ju.